cili është disponimi i tyre? Shumë disponimi mirë, ata me shëndet janë shumë mirë, unë isha me 11 shtator vizita, unë 5 vite e kumë atje. Pesi jam shumë i burgi, më rana nërë mujë kumë 5 vizita. Kam vizitu Salin, Pjetër Shalën, Bacin Jakub, Hagji Shalën, presidentin, dhe që ka unë interesant, advokat, se kjo për mjëtë shumë të kur, kam zbrit në aeroportin e Timbeshari, vjen mesazhi, telefon, nesër në ora 3 vizit Kadrinë dhe Hashimi. Kam zbrit, që që idiota? S'ma ka një vizitin si isha tu? Unë e zbres. Tak, lidha këtu me Kosovë, telefoni, ko këqyri mesazhin, në ora 2, diçka ta këshin shkru, nesër në ora 3 dhët vizit. Kam shku të shpijave që kam druk tesat, në ora 9 e kom zarë pjarin. Qëtu për qëtu? Në ora 9 e kom dhët gjallë me bëha një rezervim, dhe më këthy. Janë për me vizitu ata ditën e nesës më karo, ata jënë mirë me shëndet, jënë mirë psikikisht, jënë optimist mlaj, po thomë që edhe Bac Jakub, si të mos tonë, jënë optimist shumë optimist mlaj, që kam taku dhe Reqen, generalin, jënë optimist mlaj, ta nishat nesit në sonë që ma ta më pjesë sonë, me që jënë optimist shumë mlaj që të të lirohen. Krejt në fund, pritjet e juaja, e keni parë nga afër krejt këtë proces, zotri Bajraktari, kemi qenë dëshmitar të bisedave që kemi realizuar edhe në të kaluarën. Në bindjen time pretendimet kryesore të prokurorisë saj përket çështjes e ekzistimit të hierarkisë dhe zëngjirit komandues, si dhe ushtrimit efektiv të kontrollit si dy prej elementeve bazë për më konstatu përgjegjësia komanduese nuk kanë arritur me u argumentu.